por se mendoj që situata caktume edhe për një perspektive politologjike gati sa është rëndësishme numri, është rëndësishëm edhe në çfarë mosa partitë e vogla kanë arrit me prejk tema të cilave partitë e mëdha ju shmongen për kalkulimet tyre politike. Sido që tjetë, kom përcjell gjitha debatet që i keni pas thuja. Kom qenë 2-3 herë edhe në debate edhe me kandidatjerët partisë tuve për këto zgjedhje, edhe me ata kur kom biseduar vazhdimisht ju kom thonë që për tej opozitës që e keni me partitë opozitare, mendoj që më shumë ju ishdesht me paraqit ofertën e juve, e cila fatkeqësisht ka mungue. E kam qartë edhe pse ka mungue, sepse është e qartë që ju me 6 kandidat që i keni, do t'jetë vështirë edhe nëse futni 6 në parlament, do t'jetë vështirë me bo opozit programore nëse mund të them. Tash, rreziku është nëse ju do të mbeteni parti, mos me thonë zhurmes, brenda parlamentit, e sa do t'jeni partije përmbajtjes, me 6 njerëz. Nështë me njëherë mund të lidhë nëse më lejon me një pyetje shumë e thjeshtë. Pse duhet një votues i zhgënjur me partinë në pushtet, apo edhe ma shumë me partitë opozitare, m'ju votu juve? Çka ofroni ju ma shumë se ato? Cili është dallimi? Unë e thash në fillim, kredibiliteti, integriteti edhe serioziteti i parlamentit. Në qoftë se, që ky popull, me që të Republikë të Brisht, nuk i krijon një parlament me reputacion, çfarë i duhet Kosovës, na rrezikojmë Republikën. Na 6 deputet. Kemi me botë pamundshme për mi arrit kredibilitetin kuvendit Kosovës. Nuk mundem me shku për para me kuvend dëb. Mundem pas qeverinë më të mirë në botë, mi au da krejt para të buxhetit të popullit, por nuk mundem me bo shtet ndërtim, se roja, trungu i shtetit tanë është parlamenti. Parlamentin e kem degradu. Për çka the, për çështjet të çuçi shohun e mundësinë tonë, çka na bën të vështirë, mendoj se çka po ndodh tash e kom pa, kur kom marr para 2-3 javë, një muaj nuk e kom pa këtë dallim. Po për neve e bën të vështirë me kalu pragin, fakti se njerëz